Së pari, Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe Territoriale duhet bazohet mbi parimet e llogaridhënies, transparencës, debatit dhe në fund fare kompromisit politik, sepse në fund fare partitë politike kanë marrëveshje dhe ato duhet të bëjnë një kompromis duke i normuar në ligj. Po a jemi ne sot aktualisht në kushtet kur zoti Oert Byllikbashi dhe zoti Damian Gjiknuri kanë qenë transparent në të shkruarën e tyre, kanë dhënë llogari atëre kur desh, apo kanë qenë në debate të mirë studiuara në kuptimin e analizës politike dhe juridike të normimit të ligjit zgjedhor. Këtu ngre gjithë pikpyetjet nga ana e zotit Oert Byllikbashi, sepse ai është nga 2021 mos gaboj deri më sot që ka qenë gjithmonë në këto komisione dhe në fund fare ne çfarë kemi parë që Partia Demokratike ka arritur gjithmonë të jetë partia e dytë parlamentare, po kurse si nuk ka arritur të jetë një parti qeverisëse me kodet zgjedhore që kanë normuar po përsëri të dy faktorët kryesorë. Dhe mos harrojmë një fakt tjetër, të cilën nuk duhet ta harrojmë. Ju e dini shumë mirë që në 2008-ën plasi Gërdeci dhe një muaj pas Gërdecit, zoti Berisha dhe zoti Rama shkuan dhe bërën një marrëveshje, do thosha në momentin kur kishim viktimat e Gërdecit dhe në fund fare duhet të paktën të kishim një respekt, sepse nuk mundesh ti në person të cilën ti e akuzon si personi që ka vrarë njerëz të cilët janë të pavajshëm, edhe ti shkon të nesmen ulesh dhe bën një truezë dhe në fund fare normon një kod si është i 2008, sepse ai na shoqëron edhe ai na ka çuar deri sot ku jemi në këtë situatë ku të gjithë mendojnë që zoti Rama është autokrat, kur ndërkohë duhet keni parasysh që zoti Rama autokrat nuk ka bërë as Gylseni, as ti, as ai tjetër me radhë, po e ka bërë vetë zoti Berisha dhe t'ja themi të vërtetën në sy, sepse nuk mund të fshihemi pas gishtit ton duke thënë që fajin e pas ka ky banditi dhe në fund fare ne e dim shumë mirë që politika jon ka ikur nga parlamenti dhe bëhet përpara prokurorisë së Spakut dhe përpara ambasadorëve. Pra vetë politikbërja shqiptare, si në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Territoriale, merr mendimin e institucioneve të cilës e kanë idenë ku i bën kthesa kamzës, jo mund ta keni idenë ku i bën qendra e votimit në Memalie, më kupton? Pra, çfarë ekspertize do t'japin ata dhe duhet kemi parasysh diçka. Partia Demokratike në këtë komision jam i bindur dhe ju them me plot bindje që nuk ka studiuar rezultatet e 11 majit dhe përveç kësaj nuk ka bërë një analizë të qartë për sa i përket rastit konkret. Pra të analizës në 11 maj që duke... Megjithatë i ka bërë OSBE Odiri. I ka bërë OSBE Odiri, po themi, i kanë nxjerrë problematikët. Jo, OSBE Odiri konstaton problematika. Partia Demokratike ka lidhje drejt për së drejti me elektoratin e saj. Pra, nuk mundet ne të bazohemi mbi një rekomandim që jep një organizatë ndërkombëtare që vjen këtu brenda 15 ditëve dhe shikon Shqipërinë për 365 ditë. Nuk mund të ndodhë kjo gjë, as për 30 ditë që është fushata zgjedhore. Prandaj unë po ju them që atë që unë mendoj është kjo, që zoti Berisha, zoti Rama po bën një punë që është në favorin e tyre. Tani a do të ketë ato parametra sigurie që unë citova, nuk e di, mbetet për të parë, por unë ashtu siç e pash atë foton, u tmerrova. Pse u tmerrova? Sepse nuk kam më besim tek qytetarët dhe ata të cilët besojnë që janë të së djathtës, që ti kur thua Damianin hajdut, mirë, unë nuk e kam thënë kur Edi Ramën hajdut, kur Sali Berishën hajdut, kur? S'bëj gabime të tilla. Dhe ti e ke thënë Vjedhës, ti e ke thënë treni, ti e ke thënë tuneli, ti e ke thënë çdo lloj gjëje. Në foton aty zotri, ran të gjitha ato epitete, çfarë dush ti, çfarë do ti nga gjuha shqipe mund t'i vendosësh çdo emër asaj fotografie. Ju lejoj vetëm në gjuhën shqipe vendosë çfarë emri të duash asaj foto. Ajo foto degeneroi pikpamjen e luftës së opozitës, në tërësi opozitës, sepse e di çfarë kanë bërë, do të them një që është shumë i keq në kuptimin për opozitën në tërësi. Partia Demokratike çfarë bëri? Bëri grupe parlamentare. Ju mendoni se bëri grupe parlamentare për të fuqizuar parlamentarizmin? Po besoj? Apo jo? Ashtu beson ti edhe të tjerët. Po dëgjoj tani them unë çfarë si e mendoj unë. Unë e mendoj kështu. Çfarë bëri? Ajo e di shumë mirë që si është situata. I mban peng këta,
rasti PL supozojmë, Po. e ma peng në grup parlamentar, Po. dhe PL-ja po ka ndonjë gjë të thotë, do ta thot pak me në lëvizje, se për ndryshe jesh 3 deputetët dhe ngelet vetëm. Okej, për t'i mbajtur të varur pra. Po normale, pse ti mendon se grupet parlamentare janë bërë me dhon parlamentarizmit, me i dhon frym. Çfarë do t'i japësh aty ka mes deri dark shan me njëri tjetrin kriminal dhe në fund fare bëjnë foto në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Pra, edhe te Mediu njësoj është. Ai ka hallin me spagun çapo dalli që ka me ato rastet e tij, nuk e di çfarë merret. Gërdeci, po. Drejtësia e amerikanëve që ai ka shok amerikanët dhe kështu, kjo është amerikanët, t'ia thuash, kjo është drejtësia e amerikanëve që të ka aty nga mes deri dark. Dhe tani ai ditë kanë bërë grup parlamentar. Tani ai del do të thotë diçka kundër? Nuk del. Edhe po dol dhe po ne nuk kemi gati, nuk kemi kështu. Kaloi treni, kaloi. Pra nuk ka pse të merremi me këta, sepse këta janë në pengmarrje. Jo, Nuk janë çështja pavarësi. është pengmarrje. qartë, po çështja është çfarë zgjedhjesh do kemi ne si qytetar, se ata që janë aty dakord, po zgjedhjet a do jenë më të mira, a do përdoren burimet shtetërore e të tjerë, apo siç ka thënë Rama për ligje kineze, po themi. Jo, unë po ju them juve diçka për sa i përket zgjedhjeve. Ne qytetarët e kemi në dorë që të shkojmë dhe të votojmë. Edhe votojmë alternativat që do të jenë atë ditë në zgjedhje. Unë e di shumë mirë që qytetarët thonë është paragjykuar fakti sepse thonë në shumicën e rasteve po ato e kanë vendosur vetë unë kot shkoj të mbush kutit. Jo, po nuk është e vërtetë kjo. Kjo është loja që ju ta besoni këtë gjë. Por ju në rast se shkoni dhe votoni, pavarësisht çfarë sistemi bën PS dhe PD-ja, Edi Rama dhe Sali Berisha, mund të bëni ndryshime dhe rotacione më të madh politik në këtë vend dhe do ta shikoni dhe do ta besoni me sy. Po problemi është që në Shqipëri jemi në pengmarrje zotëri. Njëri ka kështu andej këtej me radhë njerëzit, tjetri ka frikë për të lejnë ndërtimit, tjetri ka hijen e tij, pra e kupton ti bë çfarë sistem të duash më zotëri, ti merr sistemin më të bukur. Më thuaj një vend të botës që ka sistem më të mirë. Supozojmë Gjermania, sistem më të mirë. Edhe çoj shqiptarë dhe gjerman. Do të dalë sistemi më i kalbur. Pse? Se ata do të rikthejnë njerëzit të cilët kanë qenë bashkë, sepse dëgjoj të them edhe diçka që është shumë koherente dhe shumë kontradiktore në aspektin kur qytetarët e thënë vetë. Thënë Saliun hajdut po, e thënë të korruptuar po, thënë Edi Ramën po, thënë Ilir Metën po. Po si ka mundësi zotëri që në zgjedhjet e 11 maj nuk patë guximin të paktën të votojë ndryshimin me partitë të tjera? Le të ishin si të ishin, po të paktën provojë. Se është nga sistemi zgjedhor. Prandaj mos më thoni ju që shiko, po bërë një sistem të bukur shqiptarët do të votojnë. Jo, shqiptari le të votojë, po mos të paragjykojë faktin e votimit. Dua të idem tek një çështje tjetër në fakt që lidhet patjetër me këtë që po diskutojmë, protesta e opozitës, nisja e aksionit opozitar para kryeministrisë me atë platformën për diskutimin qytetar, një platformë alternative e parlamentit. E pare punës një herë. Zoti Berisha u përpoqi të justifikonte pjesëmarrjen e ulët, duke thënë se nuk ishte protestë masive, nuk ishte ai qëllimi. Po ti si mendon? U braktis Berisha? Jo, nuk u braktis Berisha, sepse ju duhet keni parasysh diçka që Partia Demokratike është një parti e cila në fokusin e saj ka militant, dhe militantët për mendimin tim nuk kanë ardhur të gjithë për shkak të rrethanave të ndryshme, të një zhgënjimi të vogël ose të mos pjesëmarrjes për shkak të punës, sepse tani ju e dini shumë mirë që të martën të bësh ose të hënën mos gaboj të bësh protestë në atë orar është më vështirë të mbledhësh edhe rrethet. Edhe Tirana përsëri që ta mbledhësh duhet të bësh një organizim akoma më të madh dhe ajo në njoftimin e saj doli brenda 3 ditëve mos gaboj ose 2 ditëve. Çfarë do t'i japësh një mesazh strukturës të bëhet gati, nuk bëhet gati, do të është e pamundur. Nuk mendoj tek pjesëmarrja dhe sikur të jeni edhe 10 veta për mua është pozitive, por Partia Demokratike po bën një lojë që mendoj për mendimin tim do të godasi qeverinë shqiptare, pra zotin Rama, duke bërë një presion poshtë kryeministrisë, duke përdorur manualin që bëri për ndaj zotit Veliaj. Tani dikush do të thotë që manualin ndaj zotit Veliaj arrit në rezultatin dhe zoti Berisha arriti qëllimin dhe zotin Veliaj futi në burg. Kemi realist tani, po kena i kundërshtim më thuaj se Berisha vajti në Bashkinë e Tiranës. Edhe i tha Erion Velis, atëherë kur ai ishte gati, ishte në ëndrat e veta, kupton, ishte në super qell. Qartë. Në Veres, kupton, në Veres lart aty lart. Dhe në fund fare i tha do të çojë në burg. Në fund fare çoi në burg. Tani
Kjo, për zotin Velia është e mirë sepse ai e materializon nga aspekt penal që shkoi një kundërshtar politik dhe sa do të çojë në burg edhe për drejtësia për dorë, pra e lej për zotin Velia le ta menaxhojë mbrojtjen e tij, ndërsa tani shkojmë tek rasti tjetër dhe themi këtu duhet zonja Balluku të ishte në qendrën të vëmendjes, pse? Sepse duhet të japi një llogari përpara SPAK-ut, partisë, që çfarë bëri me aferën apo me ato që dyshohet me shifrat e tunelit të Llogaras. Tani, pse zoti Berisha zgjedh kryeministrin? Ju them unë shumë thjesht. Zoti Berisha nuk don të heqë Edi Ramën tani për tani, sepse as zoti Rama nuk don të iki tani për tani, sepse don një mbështetje. Do një, do thoja, një mbështetje që Berisha të ketë rolin kryesor. Çfarë të ketë rolin kryesor? Ti e pe rastin më të bukur që për herë të parë në 11 maj kishte 3 subjekte të reja politike. Qorin, Lapajn, Shabanin. Qorin, Lapajn dhe Shehajn. Bravo. Të qytetarët duhet të kishin mundësi të votonin këta që këta të merrin rolin e opozitës. Derisa në 11 maj nuk e morën, atëherë i bie që rolin e opozitës e merr pra Partia Demokratike. Dhe prandaj Brama është i kënaqur që Berisha është poshtë balkonit të tij, sepse në rast do të ishte Lapaj, Shehaj edhe Qori bashk, pa dallime partijake, pra ideologjisë partijake, zoti Rama sot do kishte rënë nga pushteti në menjëherë, sepse vetë natyra e figurës së re dhe personat të cilët kanë qenë të pakonsumuar në aspektin e asaj që ne themi korrupsioni, këto që janë mashkrime pothuajse të gjitha, po hajde e marrim se po nuk futën një tabel këtu në Shqipëri, nuk është fakt konkret. Prandaj unë them që zoti Rama tani në këtë moment e thot, unë po bëj gati marrëveshje me Berishën të bëj ndryshime kushtetuese, po bëj gati rotacionin tim ku do të shkoj, pra do të ikin nga kryeministri do bëhem president, dhe në fund fare do të jap Berishës atë që të pak, pra Berisha kërkon një gjë të pakët. Çfarë do të thotë ajo? Që të paktën Partia Demokratike të marrë disa pozicione kyçe në ndryshime kushtetuese, që nesër qytetarët thënë të paktën PD-ja arriti qëllimin që të balancojë pushtetin midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Por për mendimin tim, në rast se këto ndryshime kushtetuese, por edhe të kodit zgjedhor bën brenda kësaj legislature, ta garantoj që Partia Demokratike e ka të humbur betejën. Kështu totalisht kur flas të humbur, nga do dalë nga Selia atje ku do jetë, apo a do jetë Mat Elena apo diku tjetër. Prandaj them që duhet të ketë kujdes që mos të bëjnë këto ndryshime brenda kësaj legislature, po në legislaturën e ardhshme. Po patjetër pse jo mos kemi një marrëveshje politike me qëllim ndryshime të cilat do të jenë në favor, po me parakushtet që të ketë sigurim, pra do thot llogaridhënie, debat dhe transparencë në çdo vendimarrje. Duhet kalojmë pak tek drejtësia tani, te SPAK-u, tek policia e shtetit. Nuk e di nëse të bëri përshtypje deklarata pak ditë më parë e kreut drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda për arrestimin e ish presidentit Ilir Meta në komisionin e çështjeve ligjore në Kuvend, që tha që ishte shumë okej si arrestim, tha dhe zoti Meta duhet të ishte sjellë në lartësinë e detyrës dhe të mos kishte kundërshtuar. Nuk e di, të bëri përshtypje kjo gjë për ta komentuar pak? Mua më bën përshtypje ndaj një djali të ri që është në funksion të policisë së shtetit, që merr rolin të qenurit të antar i Partisë Socialiste dhe jo thjesht një kryepolic i cili duhet të shërbejë komunitetit dhe sigurimit dhe sigurisë publike. Unë mendoj që rasti zotit Meta ka qenë një ndër veprat më të rënda që ka ndodhur ndaj imazhit të institucionit të presidentit, kryeministit dhe deputetit, të gjithë atyre që ne themi institucionet të cilët zoti Meta ka shërbyer. Mënyra se si është proceduar ka qenë një kënaqësi politike për zotin Rama, sepse zoti Rama vendosi policinë e partisë së tij nëpërmjet zotit Proda që të bëjë këtë arrestim, i cili ishte i paligjshëm dhe madje ky arrestim ka qenë në shkelje të rregullave të manualit të brendshëm të policisë së shtetit. Zoti Proda progëzoi sepse është militant i Partisë Socialiste dhe ajo arseluan topi duke bërë këtë krahasim, nuk e pash unë ku kishte ndonjë ndryshim, pra nuk e pash unë ku kishte ndonjë reagim të keq, dhe ju ta keni parasysh, ju a them unë një burim të saktë, që zoti Meta vendimi i arrestimit ju dha 3 orë pasi ka vajtur në atë që themi ne të bllokun e sigurisë, te Minepeza, 3 orë pas.
Pra, zoti Dumani dhe zoti Proda, si shërbëtor të Partisë Socialiste dhe zotit Rama, kanë keq përdorur legjislacionin duke bërë kënaqësinë e atë që zoti Rama donte gjithmonë edhe të porositur nga Asambleja e Partisë Socialiste, duke goditur zotin Meta në atë formë përpara qytetarëve shqiptar. Por ajo gjë për mendimin tim është thjesht një loj që bën zoti Proda, por zoti Proda duhet kuptoj se si kanë përfunduar dhe punojnës të tjerë të policisë së shtetit që janë futur në burg nga ana e zotit Dumani. Dhe zoti Proda duhet ketë kujdes mos bëhet statistik e spakut të partisë që përdor manualin e 1144. Uroj zotit Proda të shikojnë me sy rezultatin, sepse zoti Proda, ta keni parasysh, do dali pa punë pas policisë së shtetit,